Diskutimet e ashpra janë regjistruar në Komisionin Parlamentar të Shëndetësisë gjatë shqyrtimit të një udhëzimi të Ministrisë së Shëndetësisë që lidhet me trajtimin hormonal të personave transgjinor. Debati u ndes pasi kryetari i komisionit, njëkohësisht deputeti i Partisë Demokratike Bart Spahia, kërkoi që ministria të ishte e pranishme për të dhënë sqarime, duke theksuar se sipas tij dokumenti nuk përbën thjesht një udhëzim teknik, por një akt me ndikim të drejtë në sistemin shëndetësor. Kërkesa e tij u kundërshtua nga deputetja e Partisë Socialiste Klodiana Spahiu, njëkohësisht në kryetare e kuvendit, e cila kërkoi leximin me kujdes të dokumentit dhe sqarim të përmbajtjes së tij, duke akuzuar opozitën për përdorim politik të çështjes. Nëse bëhet një konsult dhe nëse vendoset për një udhëzues, i cili vetëm udhëzon, i cili po të doni, hajde ta lexojmë. Nga ana, nuk është udhëzues, është urdhër. Ka një ndryshim sa për t'ju sqaruar. Është urdhër. Udhëzues. Është urdhër. Hajde ta lexoni. Të mos disinformoni. Jo, nuk disinformojmë ne Zoja Spahiu, sepse tani po treguani e pa sinqert. Unë i referohem edhe deklaratës së tërheqjes nga urdhri i parë i zëvendës ministrës tuaj. Ju lutem. Tani mos un kam këtë material që ju nuk ju lejohet të keni atë material dhe diskutoni si kur nuk e dini urdhrin e parë që ka dalë. Okej, mos manipuloni tani. Jo, mundën të më prisni mua, o kryetar. Gjatë me mos dije. Edhe deputetët të tjerë të majorancës kërkuan nga opozita që të fokusohen në aspektet profesionale dhe protokollet mjekësore, duke theksuar se çështje të tilla kërkojnë trajtim të specializuar dhe jo debat politik në komision.